Ervin, të përshëndes, çfarë vendosi gjykata e posaçme? Ju përshëndes, në fakt në gjykatën e posaçme u zhvillua edhe seanca për dhënien e vendimit për sa i përket aferës korruptive të inceneratorit të Tiranës, ku konkretisht është dhënë edhe dënimi nga ana togave të zeza për sa i përket edhe të përfshirëve në këtë aferë korruptive, siç është ajo e inceneratorit të Tiranës, ku zbuluan se janë lëshuar fatura fiktive për punime që nuk janë kryer. Konkretisht është dënuar Lefter Koka me 3 vite burgim, por për shkak të përfitimit të gjykimit të shkurtuar i është ulur 1/3 e dënimit dhe si rrjedhoi pra do të përfitojë nga edhe procesi i gjykimit të shkurtuar. Po ashtu ai është caktuar edhe ndalimi për 5 vite në funksionet publike, është një masë plotësuese vendosur nga ana e gjykatës së posaçme për inceneratorin e Tiranës, ndërkohë se edhe të pandehur të tjerë, siç është Bledar Karoli, është dënuar me 3 vite burgim, po ashtu edhe ai është përfitues i gjykimit të shkurtuar me uljen e 1/3 të dënimit dhe rrjedhimisht do të vuajë me 2 vite e 5 muaj e burgim. Një tjetër i dënuar është edhe Taulan Tushe me 3 vite burgim me gjykim të shkurtuar. Do t'i ulet edhe dënimi në 2 vite e 5 muaj burgim dhe po ashtu do të ketë edhe masën plotësuese të mos lejimit për të ushtruar funksione edhe për 5 vite të ardhshme funksione publike. Po ashtu të gjithë janë akuzuar përsa i përket korrupsionit, por edhe lëshimit të faturave fiktive përsa i përket inceneratorit të Tiranës, ku prokuroria posaçme ka bërë një hetim disa vjeçar lidhur me faturat, por edhe ato se çfarë kishte ndodhur në inceneratorin e Tiranës, ku ishin prerë shuma të konsiderueshme faturash dhe parash, por punimet nuk ishin bërë, të paktën këto kanë qenë edhe rezultatet. Ervin, po ndërkohë për ta saktësuar, sa ko kanë në paraburgim dhe në burg dhe si do të konvertohet kjo me dënimin e dhënë tashmë nga gjykata? Të paktën sipas asaj se çfarë ka vendosur gjykata, pra në fund është vendosur edhe shurja masës së sigurisë, por vazhdimi do të jetë për shkak se janë Lefter Koka, shembulli Lefter Kokës, i cili pra pavarësisht se ka marrë një dënim për 3 vite dhe ka përfituar 1/3 e dënimit, sigurisht do të jetë dhe të vijojë të mbetet në burg pikërisht për shkak se është i dënuar edhe për inceneratorin e Fierit dhe në të njëjtën kohë edhe të dënuarit e tjerë për shkak të veprave të tjera penale apo hetimeve të tjera do të vijojnë që të mbahen në burg deri në përfundim. Po për të pandehurit e tjerë, përveç Lefter Kokës, Ervin, për të pandehurit e tjerë? Pikërisht, e njëjta do të mbahet edhe për sa i përket Taulan Tushes apo Bledar Karolit në 3 vitet të cilët janë dënuar me nga 3 vite burgim, ku me gjykimin e shkurtuar do të mbahet pra edhe ulja 1/3 së dënimit, konkretisht për Bledar Karolin, pra i cili është dënuar me 3 vite, por me përcaktimin e gjykimit të shkurtuar për një dënim me 2 vite e 5 muaj burg dhe ndalimin e funksioneve publike, do të vendoset pra të paktën sipas gjykatës dhe shurja masës së sigurisë, por do të përllogaritet edhe për sa i përket dënimit nëse është kryer apo jo, apo për rastin konkret, për Taulan Tushën që ka 2 muaj në paraburgim, si përllogaritet me këtë dënim që jepet sot? Në fakt paraburgimi të paktën siç ka ndodhur në seanca të tjera të mëparshme, pra që llogaritet një ditë burgim në paraburgim llogaritet me 3 të tilla, pra sigurisht do të bëhet një përllogaritje nga ana e gjykatës së posaçme, sigurisht për të përcaktuar nëse i përmbush apo jo edhe pjesën e dënimit, pra siç është dënuar me 3 vite, por edhe përfitimi nga gjykimi i shkurtuar, që në total pra është dënimi me 2 vite e 5 muaj burgim dhe sigurisht mund të bëjmë në një llogaritje duke marrë në konsiderat periudhën e paraburgimit dhe ato që vendosi sot gjykata? Sigurisht, paktën sipas asaj që përllogaritet nga dënimi që edhe i është dhënë ditën e sotme, do të vijojë të mbahet në burg paktën sipas përllogaritjeve, por megjithatë pritet edhe zbardhja e vendimit gjenta për të parë të plotë se çfarë ka vendosur edhe gjykata dhe pjesën shpjeguese që ka bërë gjykata për të parë nëse Taulan Tushe me paraburgimin që ka kryer deri në këtë kohë e plotëson apo jo edhe pjesën e masës së sigurisë edhe dënimit pra që është dhënë ditën e sotme për të me 2 vite e 5 muaj burgim, por edhe me ndalimin nga funksionet publike që u dha ditën e sotme. Ervin Leka, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që përcolla.